Ju e dini dashurmi që ne I kushtojmë her pas here hapësira të rëndësishme letërsisë, librit në përgjithësi, sepse mendojmë që nga këtu buron një pjesë e mirë e dijes për të gjithë ata që na ndjekin. Do të flasim sot për një libër, por ajo që është e veçanta, që ka ndodhur dhe herë të tjera, të paktën në studion tonë, është që nuk do të kemi një botuese ose botues, por do të kemi e vet autoren e librit, e cila vjen për herë të parë në Shqipëri dhe unë jam shumë e lumtur që ka zgjedhur studion tonë për të folur. Do të flasim për vitin kur dola nga Akuariumi, një botim I shtëpisë botuese Ombra GVG. Faleminderit Vasilika dhe Gzim për libra shumë të mirë që sillni për ne. Nga Karin Klorio është ky libër, shpresoj të jem korrekt me shqiptimin. Për të folur për të libër është Vanessa Tafa, pjesë e shtëpisë botuese Ombra GVG. Faleminderit që je këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të them botuese apo më mirë? Pjesë e shtëpisë botuese, jam korrekte. Dhe Karin Klorio, shkrimtare kanadeze, e thash korrekt. Thank you for being here. Thank you so much for having me here. Nice to meet you. Do ta bëjmë kështu. Unë do lexoj pyetjet në gjuhën shqipe, Vanessa do të përkthej dhe më pas do të kemi edhe përkthimin për të kuptuar gjithçka. Zonja Klorio, së fundi keni promovuar librin tuaj në Shqipëri. Diçka rreth subjektit dhe personazheve kryesor, pas zbuluar fundin për ta bërë pak atraktiv për lexuesit. Në rregull. Miss Gloria, you just recently promoted your new book here in Albania, and we would like to hear something about the book, the characters, without going very much into the details and without letting the mystery out for the public. Just a little bit, what you could tell us. Something. Okay, so it's a coming of age. It's the story of a young girl. She's 17 years old. She lives in Montreal, in Canada. And she's stuck in her life. She has a big family situation and she needs to go away. So she tries to find a way to discover herself while going in London, in England. And over there she works because she has no money, so she needs to work. She works as an au pair in a family, in a big house, where she has to take care of 2 young kids. And she has to learn how to speak English and how to be herself in a family that she doesn't know. Atëherë, bëhet fjalë për një libër që është për të rinj, për adoleshentët më shumë edhe për ata që janë nga fundi i adoleshencës. Bëhet fjalë për një vajzë, Rafaela, unë po shtoj disa gjëra kështu. Rafaela, e cila është 17 vjeçë dhe është nga Montreali dhe ndihet e ngecur në jetën e vet atje në Montreal dhe kërkon një jetë të re. Një jetë më ndryshe, më të bukur, dhe zgjedh që të largohet nga Kanadaja për të shkuar në Angli, por nga kjo situatë vështirë që vinte nga Kanadaja, nga ku ndihej e ngecur, gjithashtu gjende një situatë në Londër ku duhet të punojë si kujdestare në një familje, kujdestare fëmijësh që quhet au pair, dhe fillon që të zbulojë jetën e saj në Londër dhe një herë. Cilat janë temat kryesore që trajton libri? What are the major themes that this book is focused on? Well, it's about becoming an adult, going away from childhood to become an adult, find freedom. It's also talking a lot about mental health, family relations, so mostly, yes. All right. Atëherë ka të bëjë me kalimin nga një fëmijë nga një adoleshent në qenet I rritur, ka të bëjë me rritjen, ka të bëjë me zbulimin e vetes, me të gjitha vështirësitë të qenit një I rritur. Gjithashtu ka të bëjë edhe me tematikat të shëndetit mendor, dhe këto janë 2 tematikat kryesore. Pse menduat që ky do të ishte momenti I duhur që ky roman të vinte edhe në gjuhën shqipe? Why do you think that this was the right moment for this book to also be translated in Albanian? Well, I think it talks about something that every young teenager can relate to. It's about going out of your comfort zone, being away from your family, and trying to make the world your own just by yourself. So, go and... Atëherë, ka të bëj me temat cilat adoleshentët dhe të rinjt kudo mundet që t'i përshtaten dhe janë gjëra që po I kalojnë. Ka të bëj me, siç e thamë, këtë pjesën e të qenit I rritur, me vështirësitë e tilla, dhe kjo mund të jetë shumë e përshtatshme edhe për audiencën këto.
Ju, në mos gaboj, zonja Glorio ka patur një takim me të rinjt në Shqipëri? Po, Okej. Ka patur një takim sot me të rinjt dhe lexueshit shqiptar gjatë promovimit. Si e ka gjetur veten? So you had a meeting and an event today with a few young adults. How did you find yourself in it, and how did you find the Albanian young readers in this meeting? It was wonderful. Ishte I mrekullueshëm, thot? They had brilliant questions. And Really? they were For example? good readers. They were Unë e not, kuptova vetë, po Kishin pyetje brillante. I can answer. Okej. They were not only talking about the story, but about the meaning of the story. Nuk po flisnin thjesht, kishin pyetje brillante, siç tha autorja, dhe nuk po flisnin thjesht për historinë, kështu në vijat përgjithshme, po flisnin dhe për kuptimin mbrapa historisë. Ishin edhe unë isha vetë prezente, ishin futur shumë thellë tek e gjithë analiza mbi ngjarjen, mbi edhe këto temat e ndërmjetme, e kishin kuptuar deri në detaj. Ka të bëjë edhe mosha që është e përshtaten ishte pikërisht audienca e dur, po gjithashtu me të vërtetë pyetjet ishin brillante nga ishin përgjithsisht nxënës të shkollës Sami Frashi dhe ishin me të vërtet të futur shumë mirë në brendësi të tekstit. And I was surprised they were mostly girls, 17 years old, and they stayed at the end, and they were saying it's like that movie talked directly to me. Përgjithsisht ishin vajza ato që bën pyetjet, ishin të moshës 17 vjeç dhe qëndruan deri në fund edhe mbasi mbaroi eventi po flisnin me autoren dhe I kishin thënë personalisht autorës që mu duk sikur libri po më fliste direkt mua. Sa interesante. And for me, it speaks about the fact that literature is a bridge from, it doesn't matter the language, well, you have to be able to read it, but from one person to another. Dhe po thoshte që për mua kjo tregon që letërsia është një urë lidhse edhe ka jep shumë mes të dyja palëve dhe nuk ka të bëjë domethënë në çfarë gjuhë përkthej në çfarë vendi. A mendoni që temat që trajton romani janë universale dhe mund të prekin lexues nga botë të ndryshme, botë kuptime të ndryshme dhe kultura të ndryshme? Do you think that the themes that this book is focused on are universal and they could meet people at all walks of life and could be for a broader audience, as if you think that they're universal? Well, I think yes, in a way, because it's about finding yourself, knowing what you are. And I think everybody's, from teenagers to old people, we're all looking for that. So I think yes. Besoj që po sepse ka të bëjë me të gjeturin e vetes, me të eksploruarin se kush je ti dhe gjitha këto pyetjet që I takojnë të rinjve, por gjithashtu I takojnë edhe të rriturve dhe mundet të jetë universale, nuk është se mundet ta ndajmë që është vetëm për një grup apo një tjetër. Romani është botuar në gjuhën frënge në origjinal apo në anglisht? Po, në gjuhën frënge. Në gjuhën frënge. Në sa gjuhë të tjera është përkthyer romani? So firstly, the book is written in French, the Quebecois French, and also in how many other languages has it been translated? Well, I'm not the one who's doing those things. It's my publisher. Okay. So now I know that she's talking to some people. So I would be able maybe to answer in a year or two. Nuk është përgjegjëse për po. Është tek editori. Pra është botuesi I cili e vendos edhe e shpërndan. Si e shihni rolin e letërsisë sot në një kohë kur të rinjt kalojnë shumë kohë në rrjetet sociale, në teknologji, në aktivitete të tjera, letërsia çfarë peshese, sidomos nëse fillon tek të rinjt, tek adoleshentët? So how do you find the role of literature right now where a lot of youngsters are very much online, they're on social media? What do you think is the role of literature itself and for being a reader who starts young? How important do you think that is? I think it's very important. Mendoj që është shumë e rëndësishme. We can't fight against social media and the internet, but reading a book is something else. Ne nuk mundet luftojmë kundra social medias dhe internetit, por të lexosh një libër është diçka tjetër. I think it's a long process, but it forces you to go to meet somebody, some characters, and to develop empathy, imagination also.
Është një proces I gjatë, por të detyron në thonjza ose të jep mundësinë që të takosh disa personazhe të ndryshëm dhe të formosh një lloj empatie ndaj personazheve të tjerë dhe njerëzve të tjerë. And I'm also teaching to teenagers, and sometimes I can see in their face, it's like after a reading, it's like they've met somebody, a real person. Unë gjithashtu jap mësim tek adoleshentët edhe mund të ta shoh në fytyrat e tyre mbasi lexojnë diçka, është duke sigur kanë takuar një personazh tjetër, kanë takuar një njeri tjetër, ka të njëjtin efekt tek ata. And I think a video that you see on Instagram, you will forget it after an hour, but a character will live with you. Dhe një video që ti mund të shikosh në Instagram do ta harrosh për shumë shpejt, po një personazh në një libër do jetoj shumë gjatë me ty. A jeni duke punuar aktualisht për një roman të ri ose për projekte të tjera letrare? Ka diçka në dorë? Are you right now working on a new book or a new project, something new coming up? Yes, just the day before I took the plane here, I gave my publisher my new book. Oh, so nice. Yes. Ditën para se të futesh në avion për këtu, për në Tiranë, dhash botuesit tim librin tim të ri, I dorëzova manuskriptin. Është një roman, ka një specifik të veçantë dhe a do të jetë ky roman I përkthyer edhe në gjuhën shqipe? Is there something specific about the new novel that's coming up? Is there something you could tell shortly about this? And the other question is, for me, I think, if it will be translated in Albanian. Edhe besoj që po. Pa diskutim. It talks about, it's again a story that is with a serious matter, but with humor, that I like to do in my books. And it talks a lot about being a woman today and having a lot to take care about. Atëherë është një libër I cili trajton një temë serioze, po me pak humor, është gjë që autorja ka qef në formën e shkrimit të saj dhe flet për të qenë një grua në ditët e sotme. Kështu që ka diçka interesante. Dhe do të jetë në shqip. Besoj që po. And it will be in Albanian? I'll see, we'll see. Besoj që po, besoj që po. Për ju është hera e parë, për autoren është hera e parë që vjen në Shqipëri, si u duk Shqipëria? Çfarë ndjesie përjetoi në takimin e parë, në mbërritjen e parë? Since it's your first time that you're coming to Albania, what are your first thoughts and something about Albania? How did you find Albania for the first time here? Well, first thing is on the plane, I saw it's beautiful, the mountains everywhere, but also the city. Everything is beautiful and the people are so friendly. They answer and they seem happy to see people coming from Canada. Thotë që kur e pash nga avioni, fillim pash male dhe më duk shumë bukur, po gjithashtu edhe qyteti, tani që jam këtu, ishtë dukur shumë bukur, edhe njerëzit janë dukur shumë miqësor, përgjigjen edhe duket kështu të flasin si shumë të lumtur, kur shoj njerëz që janë tuaj, për shumë nga Kanadaja, si që është autorja. Në fakt jemi shumë mikpritës të temi realitetin. Kam edhe për ty pyetje, Vanessa, por dua të mbaroj me autoren. Kam edhe një pyetje tjetër. A ka mundur dot zonja Karin ta njoh letërsinë shqiptare? A njeh autor shqiptar? A ka patur dot mundësinë për të lexuar diçka? Kjo është pyetje e bukur se e di përgjigjen e kësaj. Have you had the chance to learn a little about Albanian authors, read a little about them, or something about Albanian literature in general? I'm trying now to meet new writers and to discover new writers. So I started with a book that is a coming of age also from Lea Ipi. Është duke u munduar që të gjej sa më shumë autor të re dhe letërsi të re dhe gjithashtu kishte folën pak për këtë, kishte filluar që të lexonte për disa autor shqiptar dhe tani ka nisur një libër të Lea Ipi të lirë. Ishte libër që kishte nisur. Sepse duhet jenë në fakt edhe të përkthyera në frëngjisht librat, kështu që është gjatë drekës po diskutonim edhe për Kadaren bashkë, dhe ishte shumë interesuar, mori duhet ta lexoj. Kadaren is a must.
Yes. Yeah. And I read it in French, not in Albanian. Yes, in French, of course. E lexon në frëngjisht. Kadare është i përkthyer në frëngjisht dhe në shumë gjuhë. Dhe si është dukur? Si është dukur Kadare? Është një shkrimtar që ne krenohemi. What were your thoughts now that we talked about a little about Kadare and also about Lea and what you have read so far? Well, I think it's really interesting to see how it was for her to grow up in that society, in a communist society, and how different Albania is today. Ja, flet pak për pjesën e Leas që ka lexuar dhe thotë që ishte shumë interesante të lexoja se si është rritur në një shoqëri tjetër siç ka qenë Shqipëria dhe në shoqërinë sot si është Shqipëria që është ndryshe. Now I have some questions for Vanessa, and she will tell after what about we discuss. Vanessa, çfarë ju bindi që ta sillni këtë roman për lexuesin shqiptar? Cila ishte ajo që ju troqi më shumë? Atëherë, syrin kritik edhe atë përgjigjesin gjithmonë ka Vasilika për autor shumë të veçantë. Nuk e lian diskutim si Korçare që është, ajo do ta kishte këtë. Ka këtë pjesën kritike gjithmonë edhe duhet i jap kreditet për këtë gjë që është përzgjedhja e Vasilikës. Ne mundohemi që të sjellim libra që sjellin e themi që kurojmë kështu nga letërsi botërore, sjellin diçka interesante nga e gjithë bota, por gjithashtu kanë edhe këtë pjesën universale. Dhe përzgjedhja e këtij libri ishte interesante sepse tema që trajton pak me ikjen, me zbulimin e vetvetes, janë tematika që ndoshta të rinjt në Kanada e kanë pak më të thjeshta për t'i trajtuar, ndërsa po janë në realitete që edhe ne si të rinj në Shqipëri i kalojmë. Kështu kjo ishte një nga arsyet e përzgjedhjes vetë çështja tematike dhe fakti që është Rafaela, kjo vajza që kërkon të largohet nga Kanada në një shtet shumë larg, siç ishte Anglia për të gjetur veten dhe kërkon zgjidhjen tek ikja, na është dukur që ishte diçka pikante dhe që është interesante për problematiket e të rinjve. Gjithashtu edhe, siç e thash, zgjedhim autorë cilët janë të shquar në letërsitë e tyre, edhe zonja Glorio është vlerësuar në Quebec për librin e saj, kështu që patjetër morëm sugjerimet më të mira edhe kjo ishte përzgjedhja jonë. Ishte e vështirë puna për përkthimin dhe përshtatjen e veprës ashtu si që duhet për publikun shqiptar, për lexuesin shqiptar? Atëherë, unë do them diçka që ne kemi fatin që të punojmë me përkthyes shumë të mirë, siç ishte dhe përkthyesja Fioralba Kadi. Vështirësia në këtë libër është që është e shkruar në dialektin Quebec, por përkthyesja e ka sjellë në mënyrë të shkëlqyer, nga frëngjishtja e Quebecu është përkthimi ishte shumë i mirë edhe përshtatja ka qenë shumë e mirë edhe mund të them që rezultatet e përkthimit të librit janë për të gjitha sfidave që mund të ketë pasur. E prisnit, megjithëse është shumë herët, libri ka shumë pak kohë që ka dalë nga shtypi, po janë të larta pritshmëritë për kërkesat në lidhje me këtë libër, për faktin edhe të temës që trajton? Atëherë, me çfarë pam edhe sot përgjatë eventit edhe tek mënyra se si e kishin përqafuar të rinjtë dhe adoleshentët, besoj që pritshmëritë janë të larta. Siç e thash, më duket një tematikë që me të vërtet zgjon diçka tek të rinjtë sepse janë gjëra që i kanë menduar, edhe kjo pyetja se kush jam, kush është vendi im në botë, është diçka që edhe në qoftë se unë kam qenë vetë në moshën e personazhit kryesor dhe e di që është një pyetje që të bluan, dhe e them sinqerisht nga mënyra se si e pash përgjigjen e nxënësve të gjimnazit ndaj këtij libri që e kishin lexuar edhe mënyra se si ishin futur, siç tha dhe autorja, shumë thellë, jo thjesht në formën e përcip të përmbajtjes, po thellë në brendësi, më tregon që pritshmëritë duhet të jenë të larta dhe të paktën pretendojmë që të përqafohet shumë mirë sepse me të vërtetë ja vlen si tematikë. Çfarë projekte të tjera po përgatit Shtëpia Botuese Ombra GVG për periudhën në vijim? Çfarë më tregon disa sekrete se Vasilika s'mi thot të gjitha? Okej, në rregull do të them disa, që Vasilika nuk i thot të gjitha. Kemi një libër. Unë e marr vesh kur më vjen mirë, unë do të zbuloj disa kështu para Vasilikës. Kemi një libër tjetër që vjen prap nga Quebecu, po këtë nuk do ta zbuloj, është prap nga një autore grua. Edhe ky është në punë, edhe e presim, edhe shpresoj që ta sjellim edhe këtë të mbaroj sa më shpejt projekti që ta kemi në shtyp.
Tjetër që presim shumë shpejt vjen nga Skocia edhe është një libër shumë pikant, shumë i bukur dhe do zbuloj vetëm titullin, kështu, nuk do zbuloj autoren, është Mjalti i hidhur. Mjalti i hidhur. Po. Ky besoj që do jetë një libër çfarë lloj letërsie është? Është psikologjik, thriller, thriller historik, policesk? Ka pak psikologji brenda, ka romans, po jo ka edhe pak trishtim. Është fiks një mjalti i hidhur. Është një histori shumë e bukur, e cila ka, aq sa ka dashuri brenda, ka edhe dhimbje. Që këtu mundet ta lë këtë. Pra këto janë dy libra më kryesore. Po nga letërsia shqipe, sepse e di që dhe letërsisë shqiptare, jo shqipe, letërsisë shqiptare i kushton edhe një vend veçantë, apo nuk do të zbulosh gjë? Për momentin nuk dua të zbuloj gjë, po mund të flas shumë me Vasilikën për këtë pjesë. Sa merren parasysh propozime? Ti ke studiuar jashtë. Një pjesë të mirë të kohës e ke kaluar aty dhe kam përshtypjen që ke zbuluar dhe autorë të cilët kanë shkruar atje ku ti ke jetuar. I ke referuar këto në shtëpinë botuese? I kam referuar, i janë marrë parasysh edhe ndonjë unë jam shumë krenare kur është ndonjë titër që me të vërtetë kam qelluar atë titullin. Merren parasysh, ne kemi një gjë kështu, kemi atë një group chat të gjithë shtëpisë, edhe sa herë që qellojmë që jemi në ndonjë librari diku jashtë dhe gjithmonë çojmë foto të çfarë mendojmë që mund të jetë e bukur ose diçka që kemi lexuar, sepse për shembull unë edhe vllai mund të lexojmë edhe gjëra që janë gjë të huaj shumë edhe kur na pëlqen diçka vërtet e sugjerojmë. Kam disa titull që kanë qenë shumë të bukur të shtëpisë botuese tonë, kanë qenë zgjedhjet e mia, për shembull Vanesa ime errët, ka qenë zgjedhja ime. Edhe këtë që jam shumë krenare tani që po e thoja Mjalti i hidhur. E ke zgjedhur ti? Po e kam zgjedhur unë. Do ta them, edhe ishte një nga librat i cili ishte me të vërtetë i promovuar në Vanesa përkonde me emrin tënd, ajo Vanesa ime errët? Po, jo, historia. E kuptova. E di, e kam librin. Unë kur e kapa në fillim e kapa se pash emrin. Pastaj, lexova librin, lexova dhe review-t edhe isha me të vërtet, oh wow, do më thëmë, po shikoja, në momentin kur e mora ishte kishte shumë bujë për atë librin. Edhe ishte një histori që me të vërtet është tronditse, po është edhe një nga librat më të shitur dhe më të bukur. Mjalti i hidhur, që po e them prap, ishte një nga ato që në momentin që në momentin e parë që e pash, isha okej, këtë duhet ta marrim me patjetër. Janë të vështira gjetjet e lidhjeve për të blerë të drejtat e autorit, të autorësisë? Apo janë politikat e brendshme pastaj dhe kontakte që kanë në shtëpitë botuese? Po, këto janë kontakte që kanë në shtëpi botuese, po ne kemi shumë vite në treg, edhe kontaktet tona janë të konsoliduar, edhe Shqipëria gjithashtu ble vazhdimisht shtëpi botuese të ndryshme dhe të rëndësishme blejnë vazhdimisht të drejta. Kështu që kontaktet normalisht janë shumë të rëndësishme, të punosh me agjenci që janë serioze, edhe ne kemi shumë në rregull këtë pjesën, nuk mund të them që është e vështirë, është pjesë e punës. E mendon në të ardhmen, pas shumë vitesh, se Vasilika dhe Gzimi kanë ende shumë për të dhënë në këtë fushë, po e mendojnë që në një të ardhme ti është ajo që do ta udhëheqësh shtëpinë botuese Ombra GVG, ndoshta pak me vllajin, po ti kam përshtypjen pak më shumë. Më duket që po më vjen stafeta kështu avash. E pra, prandaj, më duket që po më vjen stafeta avash. E kuptova. Po kur të më vi tamam si pozicion, unë gjithsesi jam e përfshirë në pjesën e shtëpisë botuese. Mendoj gjithashtu që e them gjithmonë që Vasilika dhe Gzimi janë ajo nukleus, janë pjesa më e rëndësishme. Sigurisht. Edhe unë kam akoma shumë për të mësuar nga ata, edhe kam shumë për të punuar që të vi në një pozicion të tillë, po mendoj që me kalimin e kohës gradualisht. Ishte shumë kënaqësi Vanesa që takova nga afër, ishte kënaqësi që takova edhe autoren Karin Glorio, mund t'ja përcjellësh të gjitha. It was a pleasure meeting you here. Same thing here. Edhe është e mirëpritur për të tjera botime dhe bashkëpunime që do ketë për t'i shpalosur në studion tonë. And you are always welcome to come back for other collaborations and other books you will have here in her studio. I will be really happy to come back. Thank you. Faleminderit shumë edhe njërë Vanesa, faleminderit shumë Ombra GVG për gjithë titujt që përcjell, cilët unë e them publikisht, pa diskutime dhe privatisht shpesher që janë të goditur në shenjë,
Ne këtu kemi mbritur në fund, po me njerë pas reklamave, në hapësirën sportive do të mund të ndiqni një intervistë dhënë moderatorit tonë të sportit Gerti Çarçani nga presidenti Koksh Fidelylli, kreu olimpik skanon çdo lëvizje aktuale për një buxhetim më të mirë për sportin, si një shtrat ligjor shumë afër adaptues për biznesin këndshtë sportit. Faleminderit që na ndoqët, që jemi përsëri nesër në 16.